Sali Berisha ka njoftuar protest pikërisht për këtë vendim të marrë nga ana e qeverisë për mbylljen e TikTokut më 15 mars. Mua më duhet idiosi totale një platformë si TikTok që nuk ka si lloj filtri konkret, nuk është se bën një dëm të madh shoqërisë nëse mbyllet. Përkundrazi, do të shërbente shumë për të eliminuar qasjet e dhunës verbale, dhunës fizike, gjithçka iniciohet pikërisht nga këta persona të cilët kanë në vetvete disa adresa të cilat nuk shërbejnë për biznes, nuk shërbejnë për mesazhet e nevojshme, nuk shërbejnë për të qenë në një funksionalitet të lartë të shoqërisë, por nxisin, krijojnë, japin mesazhe të gabuara, shfaqin video pa filtra, qofshin to plus 18, qofshin video dhunuese e gjithçka tjetër. Kështu që në këtë kontekst mendoj që do të mësohen shumë shpejt se do të përdorin edhe rrjetet e tjera të cilat janë deri diku më me filtra. Ermal, cilat janë reagimet e para sa i përket këtij vendimi? Vendimi faktikisht është marrë më herët, mirë po është lajmëruar dje që brenda kësaj jave vetëm se do të mbyllet TikToku. Në fakt, reagimet ka patur shumë. Nëse i referohemi politikës, janë reagimet të njëpasnjëshme të pandërprera. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka njoftuar protest pikërisht për këtë vendim të marrë nga ana e qeverisë për mbylljen e TikTokut më 15 mars do të ketë një protestë në Tiranë. Mua më duhet idiosi totale, e thënë kështu, dhe thirrja e bërë nga ana e Sali Berishës, kreut të Partisë Demokratike, për një protest. Në ka elemente të cilët mund të protestohet, janë pafund të qenësishëm jetësor, për çmime për gjithçka tjetër para se të shkojmë tek TikToku. Por reagime ka patur, për të dhënë një definicion të gjithë pyetjes tuaj, edhe padyshim do të ketë në vijim, por nuk besoj të diçkaje maksimale dhe të ndonjë lloje nisme, thënë kështu që të bëjë dëmtim për qeverinë. Po, kushtrojmë përmendje Sali Berishën, a mos rastësisht mbyllja e TikTokut Sali Berishës ja ka prishur matematikat e zgjedhjeve? Se ndoshta ka dashur me bë komplet fushatën në TikTok. Po, rrjetet sociale ne dimë që marketingu politik është komplet i rëndësishëm në fushata zgjedhore dhe jo vetëm. Kështu që në prag të kësaj fushate zgjedhore, platformat online janë në mos më të rëndësishmet, ndër më të rëndësishmet për të përdorur nga ana e politikanëve dhe subjekteve politike. Tani më televizioni fatkeqësisht nuk e ka më atë funksionalitetin e tij 100%, kjo nuk do thotë që nuk është i vlefshëm dhe i dobishëm, por të gjithë kandidatët partit politike japin një kontribut të jashtëzakonshëm në rrjetet sociale, në gjitha platformat e tyre. Në këtë kontekst, TikToku kishte një mundësi të mirë viralitet, që do thotë videot merrnin më tepër shikueshmëri, shpërndarje, shkonte më shpejt audienca. Një reagim konkret dhe i pakontrolluar. Televizionet në tërësi ka një lloj tendence ose perceptimi të krijuar në publik aq më tepër të mbështetur edhe nga partitë politike që janë të kontrolluara ose janë të një linje të caktuar. Rrjetet sociale pastaj janë të drejtë për drejta dhe çfarë vetë kandidati, çfarë vetë kryetari i subjekti politik kërkon të përcjell aty. Kështu që në këtë kuptim unë them që i ka dëmtuar dhe i dëmton pak më të ardhmen partitë politike që janë në garë mungesa e një platforme ose një aplikacioni konkret social, sikurse është TikToku. Ermal, cili ka qenë deri sot politikani më aktiv shqiptari në TikTok? Ka qenë vetë kryeministri Edi Rama. Kështu që në këtë sociale. Çfarë ironie, kryeministri më aktiv në TikTok, ndërkohë që vije vendimi për mbylljen e TikTokut nga qeveria. Gjithatë duhet të paralelizuar gjithashtu dhe kandidatët e tjerë ose figurat e tjera politike që kanë patur aktivitet të lartë. Për shembull, Sali Berisha ka gjithashtu, Arlind Qori ka gjithashtu, Agron Shehaj gjithashtu, Adelati Klapaj, pra edhe këto figurat e reja ose në thonjza subjekte të reja në garë e kanë shfrytzuar në mënyrë maksimale TikTokun, por Rama ka mbajtur atë urorën e përdoruesit të rrjetit social ose të paktën ndjekësve më të lartë. Jemi në këtë linjë, se pastaj ndoshta dhe politikanë tjerë, por ka ndodhur diçka, për shembull, vetë kreu i qeverisë që nga momenti kur ka ndodhur ajo çështje, pra ajo ngjarje e rëndë me humbjen e jetës së 14 vjeçarit, ka refuzuar të postojë në rrjetin social TikTok dhe nuk ka postuar më, që nga ajo kohë është tërhequr, por numri më të lartë e ka ruajtur.